interese nga numëruesit. Këtu çdo problematikë që ka kalu për votat e diasporës ka kalu në heshtje, më ka një proces i shkëlqyer. Shkoj, diçka, më kupton. Përveç këtyre ngjarjeve dhe zhvillimeve, në anën tjetër mendoj që kjo edhe mund ta njollosë Partinë Socialiste, jo se s'ka çështje besuar, po si mund t'i vjedhësh ti kandidatës tënde votat. Po ka lezet më burr, po se ku do vjedhin? Apo ti thua vjedhi një shpinë vet që të perfeksionohen për të vjedhur shpinë e tjera. Dalin rruga ata. Po si do dalin rruga ata pa eksperiencë aty? Çfarë di thon njëri kundërshtar? Jo, eksperiencën ata e kanë në shkolla politike. Ktu gabondi, apo bën një shkollë politike, edhe madje që sot një prej deputeteve më të reja, Sara Mile, i ka thënë me zi po prez zoti Berisha të përballet me ty në parlament. Imagjinoj Sara Mila me Berishën në parlament? Domethënë të përplaset. Zegjineja i ka bërë thirrje Gazbardit, me zi po pres me ty të përplaset, më mungoni thonë. Plasje titanësh, Dhe në këtë përplasje ne do kemi punë shtator. Po ç'mund do kemi shtator, ne shkretë do grihemi. Këta do përplasen dhe ne do t'i futemi. Do grihemi se sheqë. Ne do t'i ndajmë. Po ç'bëni? Po ne do i fusim live. Sa ty do i fusim live? Do e themi që emision për të qeshur. Donate, dhuroni. Ku e gjen guximin? Na mori ky kolegu jo. Ore jemi live ore, se po ta kam hap telefonin po jemi live. Të kam hap telefonin jemi live, do vish o vlla se po të presim teleshikues. Edhe 10 minuta ke. Po hajde pra se po të presim teleshikuesit. Mbi këto premisa, hajde. Mbi këto premisa se bëri si Tedi Blushi me Ilir Metën që ishin te... Mezi po prisa thoshte në laf pisët. Po jo. Çfarë bëre ai? Pastaj kemi 2 orë që presim neve tani edhe. Jo, thashë mos ishte te dera s'po e hapnim, ma kupton. Ç'është qendron ku e gjen guximin? A jep kjo shkolla politike guximin që këta të përplasen për shembull me Berishën dhe me Gazbardin, se aty këta do kenë për shembull për folës publik do kenë taulan ballë. Po. Do kenë, më duket Maznikun që i ka hyrë Spaku në shtëpi. Po çfarë ti bëj Spaku? Ti dalin nga shtëpia ato? Jo. Ti bëj shtëpi tjetër se na çmend. Mazniku mbase duke i thënë këtyre leksione që ju duhet silleni kështu kundër Berishës, vjen ata të Spakut bërtham, aty e mbërthejnë, e thonë ata, edhe ju s'duhet veproni si këta se do veproni, do shashtisen ata. Nuk e di rasti si përfundon rasti Maznikut, me thënë drejtën. Po unë e marr hipotetike se ka kohë, se nuk ka kohë sot ky rasti Maznikut, ka para velie ato. Po nuk është me çështje kohe, është me çështje procedure, apo ti dhe me kohë. Po jo, nuk thash, ka, po ka dhe afatet hetimore, kanë një lloj afate. Në këtë pjesë. Nuk funksionon kohë si thua ti. Në këtë analizë, pra, tashmë këta do të gjejnë guximin të përplasen, për shembull, kur e mendojnë që nga Elbasani Sara Mila të përplaset me Berishën, ballë për ballë. Si ishte ajo kënga se Sara Mila? Nuk e di këtë këngë. Jo, mo, ishte u bëj një event. Në anën tjetër, ajo që më shqetëson lidhet përsëri, Tërmet Peçi po bëhet gati ty në parlament, Spaku hyn bashkë me BKN bashki. Tani në gjithë të panoramë. Çfarë do ndodhe njerëz, po marrin vesh. Këta ç'do bëhet se po nisi kështu Spaku do i lej pa ekip drejtues. Ka sa dush, Rama nxjerrë, hop, sa Sara Mila ka për vërdall, si ka i tjetri i Durrësit. Tani ai me 2.3 milion euro. Do të them me një gjë. Ma thënë që ti po thua, ore pa ata thoshin që si ka 20 Arken Balla thoshin që si ka 23 milion euro, ka vetëm 23 milion lekë. 2.3 milion euro, po ka vetëm 23 milion lekë thoshin. Tani hajt ku ti beson. E kanë ngatruar, i kanë vënë një bish mbrapa. Aty të euro, a kupton? Presje euro. Po, jo Albanian lekë. Më thuj, ka një pikë pyetje ande mëse ti? Jo, s'ka, unë thjesht po doja të falenderoja teleshikuesit që na ndjekin nga diaspora, por edhe nga Shqipëria. Mund na komentojnë për këtë çështje dhe për çdo temë që ne diskutojmë, jepni mendimin tuaj edhe për këto çështje që diskutojmë. Ne kemi këtë emision një format bisede të lishme, nuk është ai format që ju shikoni me pyetje-përgjigje, por hym secili dhe japim analizat tona mbi atë perspektivë që ne mendojmë të ngjarjeve dhe të zhvillimit. Anëri, më thuaj pak me këtë ritëm, ngelet më njëri se këta duket sikur shtatori, tetori, nëntori me gjysë ekipi. Po ndoshta ngelet më, po nuk ngelet shumë, a kupton, nuk ngelet në thellë, kupton? Por unë besoj se
nuk është që gjysë ekipe se Rama i ka bërë gati të gjithë tjera, se kështu fillon një krahasit nga shtatori i krahasit, sjell njerëz të ri, figura të reja, ndron, rifreskon qeverinë, se me demek ata që ishin nuk janë më apo... Të lutem t'i bëj një thirrje Edi Ramës për figura të reja. Po për shembull nga gazetaria ty të shkon një ministër. Mua më. Unë e di që ti se do, po mirë, t'ja bëjmë thirrje. Po pse budallaja më në? Po pse? Po i ke paku gjithë burg janë këto, i ke paku përfundon këtu. Po ti mund t'jesh një... Jo, nuk mund t'jesh se do... Për shembull do thosh jam ti mund t'jesh i Bora Muzhaqi, nuk e kam në kontekstin e një ministre që s'kam... Ministre gafash. Jo gafe, nuk e kam për gafat, e kam për që s'ka probleme me ligjin deri sot, nuk e kam për gafat. Ose një... deri sot. Po kështu ishin gjithë deri dje, kështu ishin gjithë. Deri dje, deri sot. Pra, ti thua që po t'afroj ai... Po rri mo shok jemi mirë, më mirë, më popull, e themi një fjalë, po na e dëgjuan mirë, po na e morën parasysh. Dakor. Nuk bëhet fjalë më burr, sepse nuk është problemi se Shikush problemi. Problemi është se këta të thonë vetë që bëhem o çketi se më ke mua nga pas, ose jepja Gonit, ose jepja Benit, apo jepja Lenës, jepja Prenës. Po jepja Prenës, po jemi diku te 65 veta live, kështu që mund t'i falenderosh në YouTube shikoj unë vetëm. Të dashur dëgjues, po na vjen dhe ky gazetari apo kolegu tjetër, ju falenderojmë shumë që her pas here na dëgjoni, edhe kur themi ndonjë budallik, unë kam thënë her pas shpesh, por pjesa më e madhe ajo që duam të nxjerrim nga ky emision, edhe pse trajtojmë kështu si tre miq, faktikisht që flasin shumë lirshëm për tematika të ndryshme, gjërat që nxjerrim apo elementet që sjellim këtu, qoftë ndonjëherë me dokumenta, qoftë ndonjëherë që pretendohet sipas që duken në dukje thashë theme, faktikisht janë investigime serioze dhe bazohen në fakte serioze. Asnjëra nga ato që themi ne, realisht nuk është humor, pavarësisht se ne e themi sikur me të qeshur apo me një format që ne na pëlqen të sillemi ose të vim krejtësisht dhe naturalisht tek ju. Shakaja është gjysmë të vërtetës, tani unë do doja të falenderoja pak Dritan Nelajn që na shkruan, jeni më të mirët, ju shkoft mbar, na thot Dritani. Dritanin e kam mikun, se nuk është se, kështu që Dritan të përshëndes edhe më të fort do këthemi. Kështu që vetëm më të fort. Dritano miku këtit, i përshëndes dhe unë? Po jo, do të dakosh dhe ti se, vjen Dritani këtu se. Qa profesioni ka? Ta marrin të aftojnë e ditet nash? Dritani është si përmarës. Po në të thot për problemet e fushës vetë. Do marrë njërës realisht. Duhe marrë Dritani, po Dritani nuk është personi adekuat që mund të flasi për... Mima si Dritani, një Dritan tjetër më që në mund të flasin po, mund të ketë, se mund të ketë dhe konceptet. Unë kam bërë më të qëjnë turizmi për turizmi. Për turizmin, sidomos për këtë, jo për turizëm militar, flas për këtë turizmin kështu që bëjnë kontrata kryesisht në Gjermani dhe mbajnë vetëm hostele dhe vinë turistë huaj që i shëtisin gjithë Shqipërinë për ta treguar kush është problematika, sa ai sa kam dëgjuar unë, kam biles një 2 miq të mi shumë të mirë që merren me këtë, janë shumë suksesshëm punën e tyre, po për sa i përket mbështetjes nga shteti apo mbështetjes nuk po them financiare, por krijimi kushteve përshtatshme për të jo vetëm kontaktuar, po edhe panajre ndryshme që mund të bëhen dhe Shqipëri sa i përket turizmit huaj. Kurse këtu s'ndodh. Kemi dhe Sajmir Skënderin, i cili thot ju pëlqej shumë për emisionin, por kur flisin për çështje kaq serioze, bëhuni më shumë. Po, më shumë të artikuluar, jeni gazetar dhe fola shumë etike. Ju përshëndes Sajmir, edhe ne të përshëndesim dhe të falenderojmë. Shpeshherë neve, edhe duke qenë se jemi në një format kolegësh dhe miq, edhe shpeshherë bëjmë ndonjëherë batuta, por e vlerësojmë jashtëmase këshillën tuaj dhe do e kemi parasysh për të qenë më etik kur komunikojmë apo komentojmë çështje të tilla që lidhen drejt për drejt me aktualitetin politik, por thjesht japim doza të qeshurs apo sarkazëm politike për shkak se edhe tani gjithmonë se unë jo për si thua kundërshti apo debat me Agimin kishte, më fal? Po. Agimin, por gjithmonë edhe në hapësirat të tjera. Sajmir Skënderi. Prit, Sajmir e ka? Sajmir Skënderi. Dhe për zotin Skënderi, me fjalë, gjithmonë dhe në hapësirat tjera kur kemi ne që bisedojmë mes miq, i fusim dhe ndonjë batut. Nga herë i fusim dhe një fjalë të pisto Sajmir se tani kështu funksionon apo një me ekran është çështje etike. Jo, mirë pra. Ajo Sajmir që duam dojmë të ky format,
është që t'jemi pak të çlirshëm, sepse po të kishim bërë një format tradicional të tipit me të ftuar për të folur për tema serioze dhe për të analizuar thelbësisht, ne nxjerrim problematika, mund nxjerrim dokumente sa i përket, i sqarojmë ndoshta